sa i mrekullueshëm është shoqi i së vërtetës e besnikërisë, edhe sa i bekuar është shoqëruesi i devotshmërisë ndaj Zotit. Në këtë thënie të thellë, Imam Aliu thekson bukur virtytet e dy cilësive të rëndësishme, të vërtetës dhe besnikërisë, si dhe të devotshmërisë dhe frikës ndaj Allahut. Le të zbërthejmë kuptimin e këtyre fjalëve dhe të shohim rëndësinë e tyre në dritën e Kuranit. Kurani thekson rëndësinë e të vërtetës në shumë ajete. Allahu në surën Teubah në ajetin 119 thotë: "O ju që keni besuar, kini frikë Allahun dhe jini me të sinqertët." Ky ajet inkurajon muslimanët që të lidhen me njerëz të sinqertë, pasi shoqëria e tyre i afron më shumë tek Allahu. Po ashtu, besnikëria ka një vend të lartë në Islam. Allahu në surën Ali Imran në ajetin 75 thotë: "Ndër idhtarët e librit ka disa që nëse u beson atyre një sasi të madhe pasurie, do të ta kthejnë atë, dhe ka disa që nëse u beson atyre një dinar të vetëm, nuk do të ta kthejnë atë, përveç se nëse ti qëndron vazhdimisht pranë tyre, duke u kërkuar atë." Ky ajet nënvizon rëndësinë e besnikërisë dhe besueshmërisë, veçanërisht në çështjet financiare. Imam Aliu thekson më tej rëndësinë e këtyre virtyteve, duke i lidhur me frikën ndaj Allahut dhe devotshmërinë. Frika ndaj Allahut nënkupton vetëdijen për praninë e tij dhe përpjekjen për të shmangur çdo gjë që e zemëron. Kjo përfshin ndjekjen e urdhrave të tij dhe shmangjen e veprimeve të ndaluara. Devotshmëria nënkupton kujdes, vëmendje dhe ndërgjegje ndaj veprimeve tona. Kurani vazhdimisht thekson rëndësinë e devotshmërisë dhe frikës ndaj Allahut. Allahu në surën Huxhurat në ajetin 13 thotë: "O njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull dhe një femër dhe ju bëm popull e fise që të njiheni mes vete. Më i nderuari tek Allahu është ai që është më i devotshëm." Ky ajet tregon se individët më të nderuar dhe të lartësuar pranë Allahut janë ata që posedojnë devotshmëri dhe frikë ndaj tij. Imam Aliu kombinon bukur këto cilësi, duke treguar se një shok i të vërtetës dhe besnikërisë është me të vërtetë një bekim i madh. Një shok i tillë do të jetë gjithmonë i sinqert, i besueshëm dhe i qëndrueshëm, duke krijuar harmoni dhe besim në marrëdhënie. Në të njëjtën mënyrë, një shok i frikës ndaj Allahut dhe devotshmërisë do të jetë i kujdesshëm, i drejtë dhe i ndërgjegjshëm për veprimet e tij, duke udhëhequr një jetë që i pëlqen Allahut. Pasojat e personave që përvetësojnë këto cilësi janë të thella. Ata që kanë të vërtetë dhe besnikëri do të jenë të besuar nga të tjerët dhe fjalët e veprimet e tyre do të kenë peshë dhe besueshmëri. Ata do të jenë burim mbështetje dhe qetësie për të tjerët. Po ashtu, ata që kanë frikë dhe devotshmëri ndaj Allahut do të udhëhiqen nga ndërgjegja e tyre për Allahun dhe veprimet e tyre do të jenë në përputhje me urdhrat e tij. Ata do të përpiqen të shmangin mëkatin dhe të kërkojnë kënaqësinë e tij, duke udhëhequr një jetë të drejtë dhe shpirtërisht të plotë. Duke reflektuar mbi këtë thënie, muslimanët përkujtohen për rëndësinë e kultivimit të këtyre cilësive brenda vetes dhe për zgjedhjen e shokëve që i zotërojnë ato. Duke përvetësuar të vërtetën, besnikërinë, frikën dhe devotshmërinë, mund të krijojnë një shoqëri të ndërtuar mbi besim, drejtësi dhe harmoni. Allahu le të na mundësojë të përqafojmë këto virtyte dhe të rrethojmë veten me shokë që na frymëzojnë të jemi musliman më të mirë.